Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend nisur nga protesta, por edhe me përplasjet e Edi Ramës dhe sulmet e këtij të fundit kundrejt protestuesve dhe konkretisht në rastin e Dritan Goxhait. Për të folur për këtë çështje dhe se pse Edi Rama është tërbuar në këtë rast, ne do të flasim me Koronel Hajro Limaj. Zoti Limaj, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Limaj, pse është tërbuar Edi Rama? Sepse nuk është demokrat, por është totalitare. Dhe akoma nuk e kupton ky shteti demokratik dhe ligjor, kur Anglia që shkëlqen në botë, për 10 vjet ka ndërruar 7 kryeministra me dorëheqje normale. Nëse Edi Rama ka 13 vjet, i cili zhyti Shqipërinë në krizën më të rëndë dhe nuk e dorëheqjen, sepse është mësuar me këqija që ka bërë si kryeminist i Shqipërisë. Në këtë rast, nisur nga ajo sa ju keni parë qoftë me protestën, por edhe pikat e lexuara nga Dritan Goxhaj dhe sulmin nga ana tjetër e Edi Ramës, si e shpjegoni sulmin që ka nisur kundrejt Dritan Goxhaj duke cilësuar si zëdhënës të Iranit dhe nga ana tjetër duke njollosur edhe imazhin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Tani duhet të jesh me shumë hapësira kulturore, shkencore, diplomatike që të bësh vlerësimet e sakta kryeshëllimeve. Rinia e kombit shqiptar u ngrit të këmbë për gjën madhore, po të çirua Shqipërinë nga shkatërrimi i saj 35 vjeçar dhe krimi një bande politike e cila ka vjedhur pasurinë kombëtare në mënyrë më galopante dhe ka lënë popullin në mëshirë të fatit. Shikoni vendimin e qeverisë Rama dje, ku për 780.000 pensionistët bëri indeksimin e pensioneve me 2.7%, dhe në hapësirat ku jetojnë fshatarët vajti pensioni 160.000 lekë në muaj të vjetra, ndërsa në qytet 206.000 lekë të vjetra, pra luftë për bukë, për mbijetesë. Pra strategjia e Edi Ramës është vdisni o pleqin Shqipëri, se do vjedh unë me qeverinë time që marr 5.000 euro në muaj, largohu rini nga genocidi ekonomik, të mbet në mbret dhe Shqipërinë ta pushtoj Izraeli me shtetet e tjera. Pra, me gjakftësi dhe jashtë çdo lloj pasioni, partijak, individual dhe çdo tjetër, Adeu është në kërcënimin më të madh. Edi Rama bëri strategjinë e kolonializimit të Shqipërisë, gjoja në emër të investimeve, nga Butrinti deri lart gjithë vendin. Pra Shqipëria aktualisht nuk është më 20 mikrometra, është përbërë. Vim të pika 2 pyet juve. Rinia kryesisht e moshave të 45 vjeç e poshtë mund të këmbë, por është e pafalshme që mosha mbi 45 vjeç rri kafeneve dhe nuk bëhet pjesë e këto demonstratave masive për rrëzimin se kësa qeveria antikombëtare, anti-shqiptare, anti-njerëzore, Rama Berisha Rama për 35 vjet. Por ka diçka madhore. E kjo se ndiqni me vëmendje, protesta nuk ka leadership drejtimi. Pse nuk e ka? Sepse kanë zgjedhë veten e tyre, një 40 veta, të cilët nuk kanë vlerat e mëdha strategjike për drejtimin e kësaj proteste dhe një programi strategjik, të cilën ne edhe kemi dërguar dhe drejtani kthetin nga 9 pika që dërgova unë dhe lexojnë 3. Pra, lere ti në retorikën. Problemi është për zgjidhje të mëdha strategjike kombëtare. Leri karrierat e partitë. Këtu problemi që ata fatkeqësisht po e zvarrisin dhe po e lodhin atë protestë se nuk ka një leadership shkencor të zhvillimit të Shqipërisë,
të paraqesë si program. Është vetëm leadershipi apo fshihet edhe diçka tjetër? Nuk ka leadership brenda. Nuk lejon leadership ata brenda. Po pse? Prandaja mungesa e leadershipi politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, e cila duhet koordinonte në mënyrë të shkëlqyer programet e brendshme dhe kombinimin diplomatik me NATO, me Bashkimin Evropian, me Shtëpinë e Bardhë, zero. Dhe këta do marrin përgjegjësi sepse kanë pushtuar, neutralizuar zhvillimin e kësaj proteste mallore. Kanë shkuar shumë njerëz, kanë shumë njerëz intelektual me vlera dhe nuk u jap lejen as të flasin në podium. Pra kanë monopolizuar. Pse ndodhi gjë e tillë? Sepse është krijuar një bord jashtë quajtur pa nivel, i futur PS-ja, PD-ja, Shiku dhe të tjerë brenda saj. Po, grupi koordinues i protestës në një listë që kishte hartuar, pra dhe një sër kërkesash, kishte dërguar dhe një letër gjithë ambasadave në vend, të paktën sa është bërë publike në media. Unë si Instituti Politika dhe Sigurisë Kombëtare dhe krijuam një bord dhe u kërkova të ulemi në tavolinë, bashkarisht ata nuk erdhën. Dhe ne ja kemi dërguar shkresën NATO-s, Bashkimit Evropian, të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian, të Shtëpisë Bardhë dhe Kongresi Amerikan, dhe sa e bordi atje do mbaj përgjegjësi për pasojë që sjell kësaj proteste madhore. Po sa i përket sulmeve që nuk është mendimi im personal, është mendimi i gjithë intelektualëve të profesorëve dhe kuadrove madhor të Shqipërisë brenda dhe jashtë shtetit, që ne shkëmbejmë informacione ditore. Pra, protesta nuk ka leadership politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, po ka një grup i cili kërkon bë leadership ku nuk ka të nivel. Po nga ana tjetër, sulmet që ka kryer Edi Rama kundrejt protestuesve të caktuar, si cilësoni, konkretisht edhe ndaj Dritan Goxhait? Konfliktet personale nuk zgjidhin gjë, ndërsa paraqitja programeve shkencore dalës nga krizës politike, ekonomike, diplomatike dhe ushtarake pa emra të veçantë, po me studi të përsosur nuk ka që kundërshton as Edi Rama dhe askush, sa luftat personale në nuk na interesojnë. Po sa i përket denigrimit të figurave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si e keni parë teksa Taula Mballa publikoi dhe një listë, një form listë pagese kundrejt disa ish ushtarakëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku biden sy edhe heroi Tahir Sinani. Për shfatkeqësi e madhe që Taula Mballa është kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe ngatron luftën çlirimtare të Kosovës dhe luftarët që luftojnë në Kosovë me problemin e madh që ka Shqipëria për mungesën e shtetit demokratik dhe ligjor, për korrupsion dhe krimin ekonomik, probleme janë të ndara. Dhe populli i Kosovës është popull shqiptar, janë vëllezërit tanë dhe kanë të drejtë të demonstrojnë në mënyrë paqësore për kërkesat e popullit shqiptar dhe Edi Rama dhe Balla dhe shokët e tyre të mos nxjerrin armiq të jashtëm iranian e shfaruan emrin, po të shikojnë armiqsinë të vetë tyre që shkatëruan Shqipërinë dhe lanë popullin në varfëri të skajshme, kur vetë tyre janë bërë super të pasur e botës, kur pasuria kombëtare është monopolizuar në duart e tyre dhe populli është ditë hallit dhe 2.1 milion banor braktisë të dheun, nësa pjesa tjetër, pjesa e ndershme e popullit shqiptar, shtresat e mesme të varfra, bëjnë luftë për jetë në të vend Begat, që do ishte zvisin sot. Si e cilësoni projektligjin e ri të iniciuar nga qeveria shqiptare sa i përket shitjes së tokave bujqësore tek të huajt, ku Edi Rama e sqaroi pak ditë më parë se ky ligj i shtrin efektet 7 vite pasi Shqipëria të jetë antare e Bashkimit Evropian. Është vazhdimi i strategjisë së tyre të shpërbërjes së Shqipërisë dhe të heqjes së 28.000 kilometrave që mezi ka mbyllur Shqipërisë.
ashtu si Zasazan e Zvërnesin, që gjykata kushtetuese po flegjum dhe anëtarët e gjykatës kushtetuese një ditë do përgjigjen para ligjit, se e drejtuar zyrtarisht që me një herë të pezulloj marrëveshjen e Sazanit dhe Zvërnesit që ka shkelur sovranitetin kombëtar dhe akoma nuk po mblidhet urgjentisht, ashtu si dhe SPAK do kemi shuar dosjen për tradhti kombëtare dhe do të transferohen urgjentisht në hetim penal, po bën një hap pa dy mbrapa do marr përgjegjësitë edhe ata para ligjit. Pra, kushtetuta e ka të përcaktuara shumë mirë pozicionet e pushteteve. Pushteti ekzekutiv nuk është mbreti i Shqipërisë, është pushteti i drejtësisë me kryegjykatë kushtetuese. SPAK-u, palere kuvendin se kuvendi janë ushtarët e Edi Ramës me listat e mbyllura. Nuk po funksionon shteti. Po të funksionon shteti, Edi Rama nuk bëjmë mbret dhe nuk bënde kurrë coptim në Shqipërisë. I dashur qytetar, si që shikon problemi shumë i thjesht për të zgjidhur, po të ishin demokratë ata që kanë pushtuar Shqipërinë, siç ta thashin 10 vjet, 7 kryeministra Anglia që vetëm për kritika largohen nga kryeministra, ndërsa Edi Rama dhe Sali Berisha duan gjithë jetën të jenë karriken dhe të kenë popull shqiptar sklav. Shkurt, unë kam qenë diplomat jashtë shtetit. Kam punuar 6 vjet jashtë shtetit. Dhe sot djeg populli shqiptar është popull i sklavruar. Po e përsëris, populli shqiptar është i sklavruar politikisht, ekonomikisht, socialisht, nga ana sociale dhe nuk ka asnjë neri të vërtet të një shteti demokratik dhe ligjor. Shikoni si jeton populli në Zvicër, në Austri, në Angli. Populli shqiptar është kryer sklav e filloi Berisha Rama. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike duhet të mbyllen urgjentisht nga gjykatat si struktura dhe organizata të krimit politik dhe ekonomik në Shqipëri që shkatruan vendin, ndërsa ata dy do të arrestohen dhe dënohen dhe të rikthejmë ligjin e dënimin dhe vdekjen në Shqipëri. Ndryshe Shqipëria nuk rregullohet, nuk ka ekstremizëm, këto i them unë. Janë analiza të thella të zhvillimeve të brendshme duke krahasuar me objektiva që dëshon e populli shqiptar. Shqipëria s'ka demokraci, ka dhunë, krim, vjedhje, dhunim. Të lutem, mos u afrosh shumë tek telefoni se del vetëm koka. Po mbaj pozicion, okay. Zoti Lima, si e keni parë rolin Albin Kurtit kundrejt protestës në Shqipëri, teksa akuzohet se ka dërguar njerëz të tij për t'i dhënë më shumë dhe për t'i hedhur më shumë zjarr protestës përpara kryeministrisë? Albin Kurti nuk e shet Kosovën. Përkundërzi, Albin Kurti liroi urën e Ibrit që marrë francezët dhe hoqi gjithë shtetet paralele në Kosovën e Veriut dhe bashkoi Kosovën e Veriut me Kosovën, që thaçi Rama, Grenelli dhe Vučići deshja e Serbisë. Pra dhe tha shumë mirë, unë nuk shes Kosovë, tha, nuk shes Shqipëri. Populli e Kosovës nuk e komandon askush. Populli i Kosovës është i lirë dhe mund të shkojë kudo në mënyrë paqësore të bëj bashkimin për protestë. Ashtu si luftëtarët e Shqipërisë u bashkuan për çlirimin e Kosovës me armë, për çlirimin nga pushtuesit serb, tani qytetarët e lirë të Kosovës pa armë në rrugë paqësore u bashkuan me popullin shqiptar për të çliruar Shqipërinë nga kjo vjedhje, nga ky shkatrim i shtetit shqiptar, si dy shtete vëllezër, si dy shtete aleate dhe dy popull vëllezër. A shikoni Albin Kurti një figurë që mund të bashkojë Shqipërinë me Kosovën dhe mund të sjell atë përbashkim, po themi, të shqiptarëve kundrejt kombit? Edi Rama e ka publikuar zyrtarisht që bashkimi i Shqipërisë me Kosovën është një ëndër e shekujve të kaluar
dhe bashkimi i tyre do bëhet bashkimi Evropian, sikur në bashkimin Evropian, zoti Rama, Franca nuk ka kufi me Gjermaninë dhe vendet tjera. Bashkimi Evropian është një bashkim ekonomik me lëvizje të lirë, po kufiti ka me 1 centimetër. Dhe Edi Rama çka? Na thotë që bashkimi do bëhet bashkim Evropian. Jo, zotëri. Bashkimi Evropian nuk bashkon kufit toksor. Është lëvizja e lirë dhe bashkimi politik dhe ekonomik me dy zyre. Ndërsa Kosova fatkeqësisht kur isha Hashim Thaçi kryeministër bëri kushtetutën dhe neni numër 3 kushtetutës ndalon bashkimin me Shqipërinë. Pra, Kosova ka të ligjëruar mos bashkimin me Shqipërinë, e ka bërë tradhtari Hashim Thaçi me grupet e tij, nëse Edi Rama tradhtari tjetër deklaron që nuk bëhet bashkimi se një ndër shokëve të kaluar. Pra, duhet ndryshuar kushtetuta në Kosovë dhe duhet largohen këta tradhtarë të kombit shqiptar ka pushtuar Shqipërinë që me referendum sipas ligjeve ndërkombëtare të bëhet bashkimi dy shteteve tona. Pra, brenda ligjeve, brenda konveneve ndërkombëtare, brenda rregullat demokratike. Si mendoni, a mund të jetë Albin Kurdi ajo figurë që mund të bashkojë Kosovën me Shqipërinë? Dhe nga ana tjetër të fundos një herë mirë Edi Ramën? Do kohë se s'është e lehtë. Duhet në radhë parë të pastrojmë këtë klasë politike anti-shqiptare që kemi 35 vjetë, të bëjmë referendumin e madh popullor për kalimin e sit të gjitha ligjeve nga 92 deri më sot, të kërkojë një presidenti dhe anëtarë të gjykatës kushtetuese të zgjidhen me referendum popullor të mos kenë varësi partijake, të kërkojmë që kryeministri ku është shumë i suksesshëm, jo më shumë se 2 herë nga 4 vjetë, të shfuqizojmë dhe të anullojmë të gjitha ligjet e investitorëve strategjik dhe të paketet të maleve dhe të gjitha përfitimet që kanë marrë të rikthehen vendit, të anullojmë komplet marrëveshjet e vjedhjes së naftës dhe të mineraleve dhe të kthehet pasurisë kombëtare dhe populli shqiptar ulëzon po të merret kjo pasuri e madhe dhe pensioni 500 euro shpak vetëm shumë. Pra duhet revolucion i madh, përmbysje e madhe e kësaj klase politike tradhtare, hajdute, kombëtare. Zoti Limaj, a mendoni se Edi Rama për të korrigjuar raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe me vende të tjera është duke shitur interesat e Shqipërisë? Unë kam thënë deklaratat e pashme, jo vetëm unë, por edhe të tjerë. Edi Rama është hall. Edi Rama në Bashkimin Evropian është i nur grata i pashpallur me shkrim. Sepse Edi Rama vrapoi me vrapë shkoi në bordin privat të paqes të Trumpi. Edi Rama vate bëri skandalin në Izrael. Dhe si ishte mundur që një kryeminist rrit 3 ditë në Izrael. Ndonjë 3 ditë se bëri planet e shkatrimit të Shqipërisë. T'jap Zazanin zvërnesën e një president të Shqipërisë. Joja me investime strategjike të kolonializojë Shqipërinë dhe të vinë izraelitët dhe populli shqiptar të vazhdojë rrugën e saj për të praktikuar ateun. Pra, Edi Rama nuk ka çfarë bën më se ka bërë keqen më të madhe. Shqipëria sot nuk është më 28.000 km2. Që nga Butrinti e deri lart Shqipëria është dhënur dhe kolonializuar nga të huajt, nësa Sazani dhe Zërnesi nuk janë më në hapësira. Gjykata kushtetuese do maj përgjegjësi një të ardhme të afërt kur të rrëzohet kjo klasë politike që nuk vepron me urgjencë, siç ja kemi kërkuar ne me shkrim dhe e pranuar me protokoll, që nuk mblidhet të anulloj urgjentisht Sazanin dhe Zërnesin. Ashtu si dhe SPAK-u merret me skalon e 2 dhe nuk godet drejt për drejt Edi Rama ta thras fizikisht në SPAK, të filloj hetimin zyrtare. Pse nuk e godet dot? Dhe të kërkoj heqjen e imunitetit prasimetia. Edi Rama e filloi me Ballukun, se ishte brenda me Ballukun dhe aty ai doli lakuriq kush ishte. Pse SPAK-u nuk e godet dot Edi Ramën apo po pret që të bjerë nga pushteti?
Rënja nga pushteti bëhet nga parë në rrugë ligjore. Protestat kanë vlera të madhe për ngritjen e shpirtrave të popullit dhe të dhënies opinion botror, ndërsa institucionet shtetërore që paguan ti dhe unë dhe gjithë populli shqiptar, gjykata kushtetuese ka me ligj kushtetues të mbrojë sovranitetin kombëtar. Pse s'mblidhet? Spaku e ka me ligj për korrupsion dhe krimin organizuar dhe veprojme here. Pse nuk vepron? Pse nuk vepron? Pra, ne të keqen e kemi brenda, se shteti është pushtuar nga Dirama, se kemi shtet kryeministror dhe nuk kemi shtet parlamentar sot më. Zoti Limaj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Shqipëria është në rrezik. Populli shqiptar duhet të vazhdojë me gjakthotësi këtë marrëshim që ka nisur dhe protestuesit kërkojnë të krijojnë leadershipin e tyre. Po bëj thirrje. Protestuesit që kanë ardhur nga diaspora dhe Shqipëri të krijojnë leadershipin e tyre të nivelit politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, se me ata shoqëruar të rivat grup që ka aty nuk ka gjë të rrezi. Pra, lëvizja shumë e madhe, po kjo lëvizje e madhe do koka të mëdha në krye, kur ka bie dhe bi shqiptar të shkëlqyer, të cilët do ta udhëheqin dhe drejtojnë në mënyrë shkencore, strategjike, realizimin e çlirimit të Shqipërisë nga kjo bandë politike dhe ekonomike që ka pushtuar Shqipërinë. Të falenderoj sërish. Rroft Shqipëria. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.